dhe duam, do të mundohemi ta akomodojmë, ose ky lloj mjedisi do duhet të menaxhohet dhe të orientohet dita ditës ose brenda një periudhe të caktuar kohe drejt kufizimit përdorimit, më mirë themi, të paras cash. Kam përshtypjen dhe bindjen që në çdo vit që do vi më pas do shikojmë, si thua, uljen e her pas hershme, më mirë themi, të kufirit maksimal përdorimit të keshit. Ndërkohë që për pjesën biznesit ky lloj kufizimi mund të mbetet pasi gjykuar edhe nga niveli i kostove, të shërbimeve, transaksioneve të madrave që shkëmbejnë, më mirë themi, me njëri tjetrin bizneset, një nivel të themi 100.000 lekë ose ekuivalenti afërsisht 1.000 euro, gjykohet që është një lloj vlere relativisht e menaxhueshme ose më mirë themi e arsyeshme për t'u lënë për të lënë këtë lloj hapësire për përdorimit paras kesh, duke pasur në konsiderat edhe faktin se një pjesë jo e vogël e sipërmarrësisë në Shqipëri është një biznes i vogël, mikro, çka në një farë mënyre si thua i nevojitet ajo. Zhdukja apo thuajse totale, më mirë themi, e përdorimit paras fizike, sigurisht që do të krijonte disa pengesa të vogla objektive, por nga ana tjetër do kemi qartë edhe një gjë që ky lloj aksioni duhet parë në harmoni të plotë edhe me sipërmarrjen institucionale, pra kryesisht nga ana e Bankës së Shqipërisë, por edhe bankave të tjera, pra bankë nivelit 2, në drejtim të uljes thelbësore të kostos së ndërmjetësimit parave ose të transaksioneve.